Klubi i futbollit Gostivari në kuadër të përgatitjeve për gjysmë sezonin e ri në Ligën e dytë që parashihet të fillon në fund të muajit shkurt, me sukses ka përfunduar fazën e dytë të përgatitjeve për sezonin pranveror, ndërsa ka zhvilluar edhe një ndeshje kontrolluese me Makedonia Gjorgje Petrovin, të cilën e kanë poshtur me rezultat minimal 1-0 me golin e shënuar nga Egzon Osmani në pjesën e dytë të takimit. Por edhe kjo ndeshje hyn ata kritere ku ekipi do të përgatitet më së miri. Herët është për të konstatu se sa jemi të përgatitet, pasi është si thash fillimi i javës dytë. Në kuadër të përgatitjeve për sezonin pranveror të kampionatit futbollistik në Ligën e dytë të Maqenisë, klubi futbollistik Gostivari nesër udhëton për në Gjevgjeli, ku do të zhvillojë fazën e tretë të përgatitjeve. Në përgatitje 12 ditëshe në banjat e Negorcit do të udhëtojnë gjithë futbollistët, të prirë nga kryetrajneri Mensur Jakupi dhe stafi ndihmës. Trajneri i klubit futbollistik Gostivari, Mensur Jakupi, bëri të ditur se gjatë qëndrimit në Gjevgjeli, ekipi do të zhvillojë disa ndeshje kontrolluese me skuadrat që janë duke qëndruar atje në kuadër të përgatitjeve për sezonin e ri të kampionatit futbollistik. Nesër ekipi kalon në Negorci Bajni, ku do të qëndrojë për 12 ditë, ku janë të parapam 3 ndeshje kontrolluese. Ndeshja e parë është me 26 janar kundër Turnovës, ndeshja e dytë është e parapam me 30 janar kundër Metallurgu dhe ndeshja e tretë me 3 shkurt kundër ekipit të Mlados Luçani, Liga e dytë Serbisë. Duke pasur ambicjet e skuadrës për sezonin e ri, ekipi në afatin kalimtar është përforcuar me shumë lojtarë kualitativ që pritet ta ndihmojnë Gostivarin në rrugën drejt Ligës së parë të Maqenisë.